Episoda e radhës e antifushatës së banalistëve kundrejt Agim Bahtirit dhe Albin Kurtit filloi, sepse siç duket parat u kanë bërrir në bank dhe tani puna starton. Këtë e pam edhe në postimin e fundit të pronto analistit Lirim Mehmetaj, i cili në vend që t'i shërbej së vërtetës dhe profesionit të tij, zgjedh t'i shërbej propagandës politike. Por shqiptarët nuk mashtrohen me foto të prera e të modifikuara. Ata e njohin Agim Bahtirin. E njohin si njeriun që ka shkuar në pjesën e veriut kur të tjerët nuk guxonin as ta afroheshin. Agim Bahtiri nuk ka qenë atje për pasion, siç u mundua ta paraqes Mehmetaj. Ai ka qenë në krojën e Vitakut në pjesën e veriut, si kryetari i Mitrovicës së Jugut, që të qetësonte situatën dhe të përshpejtonte rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve që kishin mbetur pa ul mbi kokë. Ai ka qenë aty për t'i mbrojtur shqiptarët, jo për t'u fotografuar, jo për politikë, por për detyrë dhe obligim kombëtar. Gjatë gjithë kohës ai qëndroi aty, në bjeshkën pranë tij qëndronin grupet e Radojqiqit, duke tentuar ta friksonin dhe ta largonin. Por Agim Bahtiri nuk u përpul as nuk u tërhoq. Nuk bëri asnjë hap prapa derisa kërkesat e shqiptarëve u morën parasysh. Kjo është e vërteta, por disa gazetarë, në vend që ta thonë të vërtetën, zgjedhin të luajnë me imazhe të shkëputura për t'i shërbyer narrativave të gabuara. Agim Bahtiri ka qenë gjithmonë në vijën e parë kur është dashur të mbrohen interesat e shqiptarëve. Ai ka qenë në veri jo për përqafime, por sepse pjesës së veriut i duhej një zë i fuqishëm që duhej të qëndronte, të fliste dhe të kërkonte drejtësi për qytetarët shqiptar atje.